Shiko atë që ke e jo atë që të mungon. Ndalo me një moment. Jo për me mendu se çfarë të mungon, po për të reflektuar mbi ato që e ke. Për të mësuar se ke gjëra të panumërta. Ashtu siç thot Allahu Azza wa Jalla. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe nëse do t'i numëroni dhuntit të Allahut, s'keni mundësi t'i numëroni ato, sepse janë të shumta. Dhuntit nuk numërohen. As nga vetja jonë, as nga zemra jonë, as nga ata që na dojnë. Fillon nga sytë që shumë, nga komët që ecin, nga siguria që e ki para, nga mendja jote e shëndoshë, deri tek qasti i lirisë apo i qetësisë që ta ka dhënë Allahu xhalla xhala. Problemi është se ne gjithmonë përqendrohemi tek ajo që na mungojnë dhe harrojmë ato që e kemi. Prandaj falendero sepse falënderimi sjell më shumë. Dhe mbajnë me se dhuntit nuk zgjasin përveç se me mirënjohje. Dhe nëse dush ta vlerësosh apo dëshiron ti vlerësosh këto dhunti dhe ti shofish me një sy këtë më ndryshe, vizito dikon në spital, dikon me smundje të zemrës, dikon me smundje të mushkërisë, dikon me smundje ose me mungesë të syve, dhe do ta kuptosh vërtet se çfarë do të thotë të jesh i shëndosh. Andaj thuaj falënderimi i qoftë Allahut Azza wa Jall, dhe ky falënderim të arrijë deri në kulmin e tij.